kam vënë re një fenomen të çuditshëm tek rinia shqiptare. Pse them te rinia shqiptare? Sepse më shumë të ky lloj fenomeni kaq i shpesht ka filluar të ndodhi në rrjetet sociale. Pra kjo e bërtitur, kjo lloj revolte e rinisë shqiptare, sepse ata që komentojnë janë shumë të rinë mosh. Ndodh në pikërisht në Instagram. Si ka mundësi që nuk jemi kurrë dakord me një fitues? Më bën shumë çudi në çdo garë. Në çdo garë, gjithmonë ai që fiton është i keqi dhe ai që humb është i miri. Patjetër që po i referohen Big Brotherit. Gara Rozana Gerta, humbet Gerta, të gjithë bëhen me Gertën, si kurrë më parë, jam shumë e lumtur për këtë. Por Gerta nuk ka nevojë vetëm për zhurmë Instagrami, Gerta ka nevojë për vota dhe votimet tregonin një gjë tjetër. Pra, kjo zhurma që bëhet në Instagram, papritmas, nuk përkthehet në vota dhe më vjen shumë keq për këtë. Dhe mund t'ju numëroj dhe disa raste tjera që ka ndodhur krejt e kundërta. Ishte Egli në shtëpi, nuk e dua me Eglin nxirrën jashtë ç'është kjo. Doli Egli nga shtëpia, u çua gjithë Shqipëria në këmbë, dua me Eglin, theni Eglin, nuk ka kuptim loja pa Eglin. U fut Egli në shtëpi. Pse u fut, nuk e doni, ma unfollow, nuk e duam, ç'është kjo, pa mbush 24 orë që ishte futur në shtëpi. Ç'është kjo, e çmendur, nuk e duam. Del në kokë me Laertin, duam Eglin prap, pse fitoi Laerti, nuk duhet ta fitonte Laerti, duhet ta fitonte Egli, sepse ne bëhemi gjithmonë me atë që humbet. Është i çuditshëm ky fenomen. Ju lutem votoni. Domethënë, përqendroni, vendosni cilin doni ju të dërgoni në finale, votoni dhe ai që fiton mos e merrni inat. Se qa faj ka i shkret që shkon finale me votat tona, me votat tuaja. Pra, ku dua dal me këtë? Pra, rëndësi ka të shkosh në finale. Rëndësi ka të shkosh në finale i duar trokitur, i dëshiruar nga publiku, i respektuar nga publiku, por unë kam frikë që të shtunën Gerta do shkojnë në finale, dhe kjo është e sigurt që Gerta do shkojnë në finale. Unë kam frikë se do kthehet si rasti dy të parëve, finalistëve të parë, që do fitoj përballë Eglit, besoj se ato të dyja janë më të se gjesti dihet më. Dhe kam frikë se do urret dhe gjithë do thonë pse nuk shkoi Egli. E kupton, ose pse nuk shkoi Danja, ose pse nuk shkoi, e kupton, një tjetër. Pra, kam shumë frikë se do ta psoj si dy finalistët e tjerë. Dhe kjo nuk është normale, që ju një moment e doni dikë dhe kur fiton nuk e doni më. Kur më thonë mua do bëhet All Stars, a do hyje ti dhe njëherë në Big Brother. Shiko, i bie që unë të hyj në Big Brother dhe vetëm të humbas që të më doni ju. Domethënë, unë vetëm duhet humb, vetëm duhet bëj viktimën. Pra, ne duam shumë njëri tjetrin kur e shohim të humbur, kur e shohim të dërmuar, kur e shohim të trishtuar, atëherë duam shumë. Në momentin që i njëjti person fiton, bëhet i suksesshëm, fillon i shkëlqen karriera, fillon i shndrin ai ylli vet, ne nuk e duam më. Ai është shumë i keq, është arrogant, është i poshtër, nuk e duam më. Pra ne duhet ta duam dikë dhe njëri tjetrin në të dyja skajet dhe pikat e rëndësishme të jetës, sepse në jetë nuk ka vetëm fitore, në jetë ka dhe humbje. Në jetë nuk ka vetëm humbje, në jetë ka dhe fitore. Ti dikë e do sepse i do mënyrën e sjelljes, i do mënyrën se si mendon dhe nuk e di se me çfarë mund dashurohesh me dikë që është në një kompeticion. Morali fabulës është që votoni Gertën sepse meriton të shkojë në finale dhe pse unë jam shumë e sigurt që ajo do të jetë në finale dhe dua që të ma duani motrën dhe kur të fitoj. Jo vetëm kur të mbasi një betejë të vogël, por dhe kur të fitoj një betejë të madhe, dua që ta doni dhe ta respektoni sepse e doni për atë që është ajo, për mënyrën se si ka luajtur dhe gjitha këto me radhë që ju i dini shumë mirë. Kështu që vota është shumë e rëndësishme, nuk janë zhurmat në Instagram fare. Kupton? Çfarë t'ju them më? Votoni dhe shihoni finale. Shihoni. Pa diskutim që gjithë që janë në finale, pa diskutim që e meritojnë finalen, do ta meritojnë dhe ta shijojmë këtë spektakël se në fund është qef. Është qef, është fest. Kaq. Ciao.